Bella vita, Hey guys. Gra, mirë se na erdhe. Mirë se erdha ku? Mirë se na erdhe përpara. Sa vite kisha unë, la që su në lëshë këtu. Ami 9, quni 3, pas një 11 vjetë, veç si kemi, bu? Si, që kalon? Jam mirë. Apo ti moj? Kur jeni ju mirë, unë jam shumë mirë. Arli. Ciao Arli. Serve un idraulico. Albanesi, vuoi meccanico? Albanesi, vuoi un amico? Albanesi, cibo balcanico? Io non parlo stavolta, ti sento, resta qui. Ho aspettato troppo tempo, ci prende in giro. Ho stato un inverno, adesso il sole è un comodino. Come te la spiego la paura di essere felici quando non l'hanno capita nemmeno i miei amici. Dicono di stare calma quando sempre riportano del latte caldo e delle coperte ed è proprio. Ej bimbi. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Kush Arli? Hi guys. Ku do ikim Arli? Almaya. Me këtë do ikësh? Con papi e con E poi? Lami, bravo. non la ami. Ikim gjëra deti guys, dhe do t'i marrë me vete, shura është tani fillon kjo stagioni ku neve e vizitojmë shumë shpesh Bregdetin, por tani do gjestojmë pak situatën dhe oraret e zotërisë në fjalë këto. Si çunit në syze. Edhe Nici chiudo la finestra, papà? Sì? Anic, shiko maman. Ma non tutta la Anic, guarda qua. Anic, guardami. Io non ho chiuso. Arli, guarda la mamma tua. Guardami Arli. Oh guys, ti spiego, io non so. Faccio un tuffo sotto il sole. Faccio un caldo che si muore. Avash, Grazie mamma e papà per portarci al mare. o jeta. Che ti dà fastidio, papà? Kush ti jep fastidio? La mia. Papà, andiamo di là. Mi fate di là. Është hera jonë e parë që do ikim te deti. Yeah! Ky çuni këtu vjen me biçikletë deti. Hajde kaloni shpejt se s'ka makina. Shpejt. Dhe detin e kemi shumë afër këtu. Ami ngrije përshirin ma. Ma come sei bello re. Va, però è vero che è bellissimo, perché noi adesso stiamo andando tutti in famiglia, poi la prima volta in questa estate stiamo andando tutti insieme in famiglia. Vedi? Sono belli i ragazzi. Sì? Sono belli. Ciao, vedi una bambinetta tu e papà, vi mettete nei sdraioni. Ma drejt jam për ato me pagament. Ne vjen për pjesë tjetër.
che fa i castelli col babbo adesso. Viene anche la mamma? Shifeni. Të dash ose mërë Mirë mëngjesi bot. Është ora 9:10 edhe unë zgjova. Dhe tani vi të pi kafe. Amarilda është zgjuar ka çuar Marilisin në shkollë. Tani është lartë që vëlos në Arlit. Edhe unë do i pi kafe të bari se nuk kam kafe në shtëpi. Amarilda ka arruar të marrë dje. Edhe shkojmë pim kafe në bar si zonja. Nuk jam vetëm, kam ardhe Mikenën me vete. Gjithandej, me Mikenën pi kafe. Hajde s'do hajmë në nazë më mami të sa. Hi guys, po gjurën nga telefoni Amarildës.
Kemi ndaluar këtu në Samarmare tek bari, marrë Majdo kafe për mua dhe për vete. Unë jam makinë me fëmijët dhe jemi në det. A vdeksha unë për tyra, orezi. Më thojnë qik orezi, është qik e mirë apo së është, qipa? Ballini. Sì, ballini. Ballini. Cinco pallini. Sì. Na pristone. Lo sapete se cantate Angelo del Partito? Agnello del A vash babi? Ati si më duke është ti më rerën mua. Dhe do të vish ndetë dhe ruesh nga rera. Ali, jo të ujti ma. Arli mos u la. E goca, shikoni me ka jam unë këtu, me zemrat e mia. U erdhi Darli. Këtu jemi live dhe unë kudo që jam me Migenën, Griselën dhe Rezin. Gjithmonë, nuk më shkputen. Ja. Tutu. Që i kam zemra i kam. Dhe po shijoj tramonton, perëndimin me ato. Nga një anë kam këtë pamje kaq të bukur, në ana tjetër kam hënën time. Edhe kështu. Do shikoni një super vlog. Super. Goca është një perëndim fantastik, kurse fantastik. Këtu kemi edhe hënën. Dhe ju tregoj perëndimin, çfarë shqetësie, relax. Aty janë bipat e mi, bebusat e mi, babua. Ma che bella panorama è questa, che? Bello! Hey guys, jemi bërë gati, jemi veshur dhe do ikim tek gara e Amarilisit. Dhe outfiti im është ky, outfiti i Amarilisit është ky. Dhe çuna do të shpërveshin sandalet. Çupa do bëjnë garën dhe do t'i marrin vete.
Ke emocione Marilis? Anzi. Andiamo a trovare le chiavi, va? No, però, ce l'ho rimasto, vai. E kush? Dami. Allora. Metti il centro delle mamme, la scendi giù. Anche questo. Vai, vai, non voglio incontrare sto cambio. Po i marrë me vetëm. Hey guys, jemi undër këtu përpara ku Ami do bëjnë atë garë. Kemi gjetë një hije, Ami është futur brenda se do bëjmë provat. Dhe ne jemi këtu. Ku do ulesh ti te babo? Bravo. Vedi, shiko çik. Ikaw. Vittoria, Filippo, Lucrezia, Maya, Valeria e voi. Mentre al... Dammi la mano. Jemi akoma këtu te gara Marilis. Vai, Ami! Jo, shumë fort, ha? Ami! Ej! Vai, vai Ami! Vai Ami! Oh! 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 Vai, Ami! Brava, mamma! Quinto posto, Amarillo Lucia. Brava! Quarto posto. Basta. Gli arriva? Hai capito cosa sei o no? Përshëndetje miq, guys, sot jemi këtu me mamën se po ikim të deti. Po ikim bashkë të deti, babi me Arlin janë atje. Të shtëpia. Po të shtëpia. Është shumë nxehtë për Arlin. Po. Dhe ne po ikim bashkë të deti. Sepse Amarilisi ka qef që t'ikin det, që t'bëjnë që t'futet brenda të detit. Dhe duke qenë se Arli nuk mundet,
ndajemi njëri me Arlin, njëri me Gocën. Edhe Amarita nuk e ka shumë qef rërën, detin. Preferon shumë pishina gjëra kështu, por që Amarita si pishina nuk mund shkojnë si del gjak në ungët. Edhe nga Klori që kështu të ikim pak të deti, të shofim njerë që bëhet andena deti. Jemi ndryshe. Kurse mua s'është mirë bezdi, unë të shtatem çfarë do lloj ambienti. Mua më pëlqen shumë pishina, preferoj me shumë pishinën, por edhe detin, deti qik me qik. Me mirë pishina për mua, por mua nuk më bën mirë Klori. Quindi sono allergica pratica. Nuk je allergjika, i ke kapilarët e unda shumë delikat që të çajnë dhe gjatë. Nga Klori, kur Klori është shumë i fortë. Quindi io posso andare in piscina solo che quelli che hanno meno cloro. No, ma di solito tani në VR pishinat kanë shumë klor, nga që ka shumë njerëz edhe për ta dezinfektuar jetë shumë klor. Kështu guys. Edhe kështu guys. Do marrim disa fragmente me vete sa. Shikojmë të deti. Goca, sa kemi parkuar, unë piva një kafe. Edhe Amarili si t'i mora një Kalipo me Coca-Cola. Tani të ikim drejt detit. Është shumë kohë mirë, vatë, ngrohtë, tani të shohim. E kam bërë kaq bukur këtë lungomaren këtu sa shoh. Bravo, një bravo. Gjardinjerëve. Hey guys. Unë jam këtu që jam shtrirë për marrë pak djellë. Amarilisin e kam për para syve aty tek deti që po lajt, ka gjetë një shoqe. Si që thash, koha është shumë mirë, është ngrohtë, nxehtë, por që fërnë edhe erë, si që shikoni. Është plot me shqiptarë, nuk mungojnë. Edhe kështu, shpresojmë që të marrim pak ngjyrë sot. Sot është dita ime e parë që shkoj në plazh, domethënë që marr diell. Edhe sot është hera e parë që Amarili si futet brenda ndet. Se 2-3 herët që kemi ardhur në darkë diku nga ora 7 për të parë perëndime dhe për të bërë një shkitje. Sot nuk e di, ma shkrepi kështu për det dhe mora Amarilisin edhe çova. Se dua që të kënaqet edhe ajo. Atje më mbyllon shtëpi. Kurse për Arlin është shumë nxehtë, njëkohësisht edhe shumë ftohtë. Domethënë, nëse Arli do vinë këtu është e pamundur që mos të futet brenda ujë, edhe kam frikë se mos më smuret. Që kështu nuk është një ambient shumë ideal për Arlin. Që kështu do na shikoni shumë shpesh ndetë unë dhe Amarilisin, ose Amarilisin dhe babi vet. Arli është shumë pak, mendoj se shumë pak herë do vinë dhe mendoj në ato orët ku nuk do jetë kaq shumë nxehtë. Dhe me këtë rast, me që jam në plazh, do të falenderoj Angela Peak Workout. Mund ta gjeni në çdo rrjet social me këtë emër dhe dua ta falenderoj se është personal trainera ime dhe falenderoj që më ka bërë kaq të bukur si vjet, që dal në det, pa pikën e sikletit, shumë vetbesim, ndjem wow, ndjem shumë e bukur, shumë rahat me veten time. Dhe Angela, I love you. Go girl. Tani do marr pak diell. Jam këtu, po marr rrezë dielli. Amarili si s'ka dalë një sekond nga deti, një sekond erdhi hëngri diçka edhe hyri prap. Edhe unë piva diçka të freskët, edhe jam ulur këtu, nuk kam dur me të futem det sot, se përveç se është goxha i pisër. Është ftohtë ora, unë nuk e di si futen gjithë njerëz, dhe ka plot njerëz, është plot deti. Por që nuk e ndjejtë arsyeshme dhe të nevojshme që të futem det sot. Për një herë, o zot i madh, dhe kur shikoj që është plot me beba, tani do t'ju tregoj disa fragmente të detit që të shikoni sa shumë fuqishëm ka nisur stazhoni. E shikoni që ka beba, deti është plot, shikoni? Është full. Hi guys, jemi këtu që po ikim të kontrollojmë makinën, që
a është aty, mos ne kanë marrë se ishte edhe merkat, ishin mbyll një dy rrugë, që kështu shkojmë të shikojmë ta kontrollojmë. Më njerëz. Tani çështja. Nuk ka gjë më të bukur të dalësh shëtitje me vajzën tënde. Do thoni ju pse. Më shkrivi qeshuri. Po më thënë brem. Oh guys, problema. Ciao vape, muchachos. Ma cos'è quello il centro? Po ikim në shtëpi, sepse baba Marildo do ikim të një calcetto. A mi dil o këte o ande? Cosa vuoi? Mi stai dando fastidio con quella roba lì. Ma saprò io? No. La roba la tengo io, mica tu. Amarili si bën kështu një sa mbaron interesi, e çovate deti unë tani sillet keq. Tani sillet keq. Para? U sillte mirë. Po, basta, është ora 7:30. 7:30. Do të ikim sepse Amarilo në orën 8 ka calcetto. Tani u kënaqem ne, kënaqet edhe çik babi. Okej. Normal që do zgjemi se një Capricorno dhe një Luan così fanno. Più bello. Legato qui. E kam shoqen motrën time me cilën iki kudo. Kudo. Edhe për pak edhe pastaj do na vinë edhe Alessia. Edhe për pak edhe pastaj do na bashkohet edhe Alessia. Do jemi të treja pastaj. Ho detto dopo viene Alessia. Dopo në kuptimin figurativ. Kush është Alessia? Do ta zbulojmë shumë shpejt. Ta ka marrë në shtëpi, tani do lajmë, do bëjmë në dush dhe do shqetësohemi.